Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Allah subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë. Vëllezër të dashur, jemi në muin më të mirë, më të bekuar, muin që Allahu xhelleshanuhu e ka veçuar me zbritjen e Kur'anit dhe e ka dalluar me shpalljen hyjnore dhe me shpalljen e fundit. Duhet me ditur se ky muj nuk është vetëm muj i agjerimit, i namazeve, taravive, namazit të natës, por në këtë muj është diçka shumë e madhe dhe shumë me rëndësi, ku Allahu xhelleshanuhu këtij muji i ka bashkangjitur diçka shumë me rëndësi, të cilën Allahu xhelleshanuhu e ka konsideruar edhe një lloj prej llojeve të adhurimit, prej llojeve të ibadetit. E shohim më në fund, ku Allahu xhelleshanuhu tregon për agjerimin, më në fund thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allahu na tregon me këtë ajet që muji i Ramazanit, agjerimin këtë muj është diçka shumë e madhe, shumë me vlerë. Po ashtu edhe namazi e gjëra tjera, po më në fund thot Allahu xhelleshanuhu, kur i përfundon fjalët që kanë bënë me adhurimin, me agjerimin, me atë i cili është udhtar, atë i cili është i sëmur, e kështu me radhë, pastaj më në fund Allahu xhelleshanuhu thot Muhammedit alayhis salam, ja lidhën këtë, thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." E nëse ti po të pisin robët e tu për mu, unë jam afër. Me këtë Allahu subhanahu wa ta'ala, me këtë ajet na bën të qartë që keni kujdesen këtë muj diçka që është me rëndësi, që preferohet dhe është e madhe, është edhe duaja. Mos harroni vëllezër, duaja në muajin e Ramazanit është diçka që besimtari asesi nuk duhet të harron. E sidomos kur është koha e iftarit, të më thonë para kohës e iftarit. Allahu xhelleshanuhu thot në Kur'an: "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Edhe atëherë ato le të drejtohen tek unë, le të përgjigjen urdhrave të mia, falyastajibu li wal yu'minu bi, dhe të mbesojnë mu, la'allahum yarshudun, kështu në këtë mënyrë ato do të jenë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, thot Allahu xhelleshanuhu: innal ladhina yastakbiruna an ibadati wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu xhelleshanuhu thot: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ka dhënë Zoti juaj urdhër të prerë: ud'uni, luteni mu, kërkoni prej meje, astajib lakum. Unë Allahu xhelleshanuhu thot do t'ja u pranoj lutjet. Çka tha Allahu? Ud'uni, wa qala rabbukum ud'uni. Zoti ju i ka thonë bëni dua. Pastaj shikoni pjesa tjetër e ajetit: innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Allahu xhelleshanuhu thot ato të cilët tregojnë krije lart ndaj adhurimit tim. Ama nuk tha Allahu në fillim dhe bëni adhurim, tha bëni dua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Në fillim vëllezër, kushtoni rëndësi këtij ajeti. Allahu thot bëni dua, wa qala rabbukum ud'uni. Zoti ju i ka thonë bëni dua, do t'ua pranoj duat, lutjet e juaja do t'ua pranoj. Pjesa tjetër: innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Ato të cilët tregojnë me ngjemdhej, krijenalt ndaj adhurimit tim. Po mirë ja Rab, ti nuk tha në fillim dhe adhuromni mu, ti tha bëni dua. E Allah thot innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Ai pjesa tjetër e ajetit është ato të cilët tregojnë me ngjemdhej ndaj adhurimit tim. Por Allahu nuk tha adhuromni mu, tha bëni dua, luteni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
thot se yadkhulun jahannama dakhirin, kanë me hi në xhenem ashtu të mposhtur. Pejgamberi alayhis salam e shpjegon këtë ajet me hadithin e tij, thot ad-du'a'u huwa al-ibada. Nëse doni ta dini Allahu xhelleshanuhu pse ka thonë do të hinë ato në xhenem, për arsye se thot ai ibadetin që e ka cek Allahu xhelleshanuhu, pjesën e dytë të ajetit, pjesën e parë të ajetit tha ud'uni, boni dua. Pjesën tjetër të ajetit, te njëjti ajet thot ato të cilët tregon me ngjemdhej ndaj adhurimit tim. E Muhamedi alayhis salam thot, a e dini për cilën e ka qëllim Allahu xhelleshanuhu adhurimin? Atë çka e tha më herët, ibadetin. Ad-du'a'u huwa al-ibada. Duaja në veten e saj, ajo është adhurim. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. Agjiruesi në momentin e iftarit e ka një dua. Allahu xhelleshanu nuk ja kthen atë duan prap. Lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sicili agjirues momentin, do të thonë para se me prish para se me qeli iftar, që ato në momentet e para e ka duan, e ka shansën e madhe. Muhamedi alayhis salam e vërteton vëllezër një gjë të tillë. Prandaj këto momente nuk duhet me na ik kot. Jo, hajde, a e prut ujin, a e prut hurmat, a e prut këto, me u kujdes secili çka ka mbet, domethënë bevellu, me u kujdes secili këto momente, qoftë 1 minutë, qoftë 2 minuta, apo 3 apo 5, këto momente me i shfrytëzu me çka? Me i shfrytëzu me dua. Përse? Për arsye, kjo është muji i duas, kjo është muji i lutjes. Dikush thot gjithë rregull, po tër viti është me lutje, me dua, ama Allahu xhelleshanuhu në këtë muj na ka dhënë signale të qarta dhe aty siç e ceka ajetin ku përfundon ajetet ku flasin për agjerimin, e ka përfunduar Allahu xhelleshanuhu me dua. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Çështja e duas muajin e bekuar të Ramazanit është çështje shumë e preferuar tek Allahu subhanahu wa taala. Përse? A e dini melekët e Allahu xhelleshanu sa bëjnë dua, sa bëjnë tesbih, sa bëjnë lutje, sa bëjnë istighfar për robët e Allahut subhanahu wa taala. Ka prej melekëve që thonë Allah falja u këtyre mëkatet, mëshiroj, mbarsoj, jep risk e kështu me radhë. E ti tash kur momentin akoma je duke agjeru, hala nuk e ke prish agjerimin tonë, nuk e qel iftar, në atë momenti, jo që je një lloj si melekët e Allahu xhelleshanu, por në këtë moment te i kalon melekëve të Allahut xhelleshanu. Pse? Se ti je agjerueshëm, ti je i nështrosh urdhit Allahut subhanahu wa taala, ti kije shije, kije oreks, kije apetit, kije ndjenja për haje, për pije, për shumë gjëra. Për këto të gjitha i braktisën për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe me këto të je më i mirë se melekët. Pastaj me gjithat edhe i lutesh Allahut subhanahu wa taala. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë lis-sa'imi da'watun la lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. Agjiruesi në momentin e iftarit, domethënë pak para se me qel iftar, e ka një dua të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ja kthen prap. Edhe ne kur e ndëgjojmë këtë, me të vërtet duhet jemi të bindur 100% që Allahu subhanahu wa ta'ala na e pranon neve lutjen. Kur? Domethënë lutjen që është para momentit të iftarit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në hadithe tjera e ka thënë që 3 personave thot po lutje bon vet, do me thonë, çka dush. Jo, tu është e lirë, si cili bon dua çka don. E kjo çka e thom haxhi, lis-sa'imi, do thot agjeruesi, 'inda fitrihi, momentin e iftarit, da'watun e ka një dua, nuk i kthehet prap. Ç'kjo përkthimi? A e kuptove? Ç'kjo përkthimi? E ti tash dua si cili e bon ato faktikisht ai çka dëshiron. Ka vujtje, bën dua me e largu Allahu xhelleshanuhu vujtjet. Dëshiron diçka, bën sipas asaj dëshirës. Sipas asaj çka i mungon, çka e don, ai bën dua. Don këtu është duaja e hapur. Dera e duas është e hapur. Bën çka të duash prej duave. E thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, 3 vetëve Allahu xhelleshanuhu nuk ua refuzon lutjen. El imamul adil, prisi krijetari muslimanëve i cili është i drejt, Allahu xhelleshanuhu
për ato se ai është edhe krijetari i muslimanëve, është halife i drejt, edhe bën dua, nuk ja kthen Allahu xhelleshanu lutjen e tij prapë. Do të thonë shikjo, sa vlerë i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala prisit të muslimanëve. Krijetarit të muslimanëve i ka dhënë vlerë shumë të madhe. Prandaj Imam Ahmedi rahimahullah ka thonë, sikur ta disha që kam një dua të pranut, do ta kisha bë për prisin e muslimanëve. Do të thonë që Allahu xheleshanu ato ta forcone, nëse është në rrugë të gabueshme ta kthene në rrugën e drejtë e kështu me radhë. Do të thonë do ta kisha harxhuar dua për prisin e muslimanëve, për krijetarin e muslimanëve. Pastaj thotë wa da'watu s-sa'im. Edhe dua në agjirusit nuk e kthen Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk e kthen prap. Wa da'watul madhlum. Edhe lutja e atij që i ka bë pa drejtësi. Për këtë është do të flas vlezër, inshallah në të ardhmen, se shikoni kjo është zullumi, mbani mend, është mëkati që edhe tobja nuk e fshi. Që kjo është i vetmi mëkat që tobja nuk e fshi. Shirkun, tobja, a e shdukën po, mushriku ka pendu. Ka pi alkohol, u ka pendu. Ka bo zina, u ka pendu. Zullum ka bo, u ka pendu, kote ka. Zullumqarit nuk ja pranon Allahu subhanahu wa ta'ala duan. Shahidit si shahid, të gjitha mëkatet i falen, të gjitha me përjashtim çka? Me përjashtim borxhit. Dhe me thonë, zullumi çka është? Ai i cili ju ka hit tjerve në hak, ja u ka hongë hakun e tjerve. Blet bënë dua sa dote, as agjirimi, as mu i bekuti Ramazanit, as namazi natës, as lutjet, as qëndrimi gjatë në sejdë, let kane, let vajtone. Zullumin, hakun e tjerve e ka hongë. E ka marrë borç me qëllim që mos me ja u kthi. Sa do të le të bëne dua, çdo vit le të shkone në haxh, çdo herë le të shkone në umre, ka 3-4 herë në vit. Këto Allahu subhanahu wa taala thon dietarët, keni kujdes se padrejtësia është prej mëkateve që nuk e falen Allahu edhe me tobe. Ora Allah fal ma se filanit i ka bërë padrejtësi. Ti nuk ja kam kthy borxhin, ati. Këto Allahu subhanahu wa taala çka? Këto nuk e falen Allahu xhelleshanu. Zullumi është diçka shumë e madhe. Prandaj thot ودعوة المظلوم يرفعها الله سبحانه وتعالى فوق الغمام ثم تفتح لها أبواب السماء ويقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Thot Allahu xheleshanu lutjes së atij të shtipurit, Allahu xheleshanu e ngre lart në qiell, ja hapën dyrët e qiellit dhe Allahu prej nalt i thot: pasha lartë madhërin dhe krenarin time, unë kam me të shpëtu, me të ndihmu, ti qoftë edhe pas një kohë të shkurt, dhe dini vlezër, dobia e duas është shumë e madhe, si që ka ardhur hadith thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, 3 gjëra janë. Ai që i bën dua nuk hupën asnjëherë, ose Allahu xheleshanu ja jep ato që e kërkon, ose në vend të asaj e mbron nga një e keqe e njëjta, është sikur që ajo që ka e lip e mirë, Allahu sikur si ajo e mbron nga një e keqe, ose ja kompenzon këto botën tjetër në ahiret. Prandaj, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dhe Zoti ju i ka thonë bëni dua, se unë va pranoj juve lutjet dhe va pranoj duat. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk.